Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimet I takojnë Allahut të lartë madhruar, ndërsa përshëndetjet, salavatet janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që shkuan dhe shkojnë mas rrugës tij deri në ditën e gjykimit. E lusim Allahun e lartë madhruar që me veprat që I kryjnë besimtarët musliman, Allahu I lartë madhruar tjetë I kënaqur dhe këto vepra duke u nisur nga namazi, agjerimi, punë tjera që I bëjnë besimtarët musliman, tjenë vepra që I bëjnë dobi robërve të tij, pra besimtarë musliman në ditën kur nuk bën dobi tjetër asgjë vetëm se me punët se si është përgatitur dhe si ka dalë robi para Allahut të lartë madhruar. Besimtari musliman vazhdimisht mundohet të besojë Allahun e lartë madhruar në formën e duhur. Këtë besim që e ka tek Allahu I lartë madhruar mundohet të ashtu si e beson në brendësinë e tij, të paraqesë edhe me fjalët e tij, të vërtetoj edhe me veprat e tij. Besimtari musliman duhet ta kuptojë çdo herë se vazhdimisht mëson sa t'i japë jetë Allahu I lartë madhruar në këtë dunja, është prej atyre dhe duhet jetë prej atyre që mundohen të mësojnë prej fesë Allahut të lartë madhruar. Prandaj, besimtari musliman duhet ta ketë qartë se muaji I Ramazanit është një shkollë për të, edhe kjo shkollë nuk e përjashton asnjë prej robërve të Allahut të lartë madhruar. Prandaj edhe ne në këtë këshill të shkurt do të ndalemi në një mësim që çdo herë besimtarët muslimanë ndëgjojnë fjalën e Allahut të lartë madhruar, ku Allahu I lartë madhruar në ajetin kuranor ku e përmend se u është bërë obligim agjërimi, Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun." Fillimi I këtij ajeti kuranor ku Allahu thot: "Ya ayyuhalladhina amanu", pra ju drejtohet Allahu I lartë madhruar, o ju që keni besuar Allahun e lartë madhruar. Prandaj më një herë duket e qartë se çdo vepër që e kryen besimtari musliman pra ka besim. Çdo punë që e kryen besimtari musliman e ka besim. Edhe nuk ndodh do thotë që mos ta ketë besim e të veprojë ndryshe, për arsye se edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke thënë se veprat llogaritën tek Allahu I lartë madhruar mbas niyetit, mbas qëllimit. Prandaj dhe besimtari musliman e ka të qartë se nuk ka mundësi me besu ndryshe brenda edhe me paraqit diçka tjetër jashtë. Këtu kërkohet pra ashtu si e beson brendësinë, ashtu thot edhe me fjalë, pra vërteton edhe me vepra se unë jam ky që e kam kuptuar se Allahu I lartë madhruar ma ka bë farz Ramazanin edhe unë agjeroj. Prandaj dhe gjejmë fjalën e Abdullah ibn Abbasit ku thot se kur të ndëgjoni edhe kur e shihni se Allahu I lartë madhruar ka thënë: "Ya ayyuhalladhina amanu", o ju që keni besuar Allahun e lartë madhruar, keni kujdes dhe shiqoni se ose ju fton diçka me kry, ose ju këshillon edhe vjen qortimi që të braktisni diçka, të lini diçka në mënyrën e prerë. E besimtari musliman duhet ta kuptojë se ky ajet kuranor na ka treguar Allahu I lartë madhruar duke thënë se ju që keni besuar Allahun e lartë madhruar, ju është bërë farz muaji I Ramazanit, pra në këtë ajet kuranor përmendet agjerimi, ju është bërë obligim farz agjerimi, kema kutiba alal ladhina min qablikum, ashtu si kishin farze edhe obligimet të llojit tillë pra të agjerimit me duke e patër parasysh do thotë çështjen e agjerimit se kanë agjeru edhe pejgamberë tjerë, edhe kanë këshilluar me këtë agjerim, e ne jemi besimtar musliman, ne punojmë me këtë ajet kuranor, me fjalë porositë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e qëllimi jon kryesor është që në këtë shkollë që hyjmë edhe që jemi, pra duhet ta kemi parasysh që dalim prej atyre që kanë marrë dobi, sepse Allahu I lartë madhruar na thot: "O ju që keni besu", në fundin e këtij ajeti thot: "La'allakum tattaqun". E ky përfundimi I këtij ajeti kuranor që të mund të ruheni nga veprat e këqija. Prandaj dhe besimtari musliman duhet ta kuptojë se çdo vepër që e kryen besimtari musliman pra ka besim. Çdo punë që e kryen besimtari musliman e ka besim. Edhe kjo është prej atyre
Është interesant çështja se Allahu i lartëmadhruar kur na thotë që të mund të ruheni nga veprat e këqija, Allahu i lartëmadhruar na ka bërë qartë se që të leni ushqimin, që të leni pijen, që të leni të frimet tjera, që të leni punë tjera do që ndikojnë apo bëhen shkaktar që të prishet agjerimi. Allahu i lartëmadhruar pra na thotë la'allakum tattaqun. Ashtu që të arrini devotshmërinë, ashtu që të bëheni më të devotshëm. Prandaj edhe e gjejmë një mësim tjetër që lidhet me këtë çështje e devotshmërisë, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i këshilloi të rit, o je të rit, kush ka mundësi që të martohet, le të martohet, e në qoftë se nuk ka mundësi, atëherë le të agjëroje. Duke edhe në këshillën, pse për çfarë arsye me agjëru, për arsye se agjërimi e bën një lloj frenimi, pra e ul epshin edhe intensiteti i egos edhe i epshit, pra është më i thyer, edhe besimtari musliman e ndin veten edhe kontrollon veten se si është duke vepruar apo nga e shtyn vetja edhe e frenon veten që mos të jetë prej atyre të cilët gabojnë. Devotshmëria pra ka mundësia për me arrit deri te kjo devotshmëri, te ky veprim, cilin e don Allahu i lartëmadhruar dhe në shumë ajete kuranore me tematika tjera e gjejmë ku Allahu thot la'allakum tattaqun. Ashtu që të ruheni nga të këqijat, ashtu që të bëheni më të devotshëm, na jep një definicion tjetër ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar duke thënë se Allahu nuk ka nevojë që ne me braktisë vetëm ushqimin dhe pijen, por gjatë agjerimit du të me i braktisë edhe fjalët e këqija, edhe fjalët e kota, edhe veprat e ndyta. Pra kjo është devotshmëria. Kur një beduin apo një person që ka jetuar larg vendeve ku kanë jetuar njerëzit me shumicë, për rreth të thotë shkretirave në vendet ku janë konë më malore, shkoi dhe e pyeti Ebu Hurejrën, një shok i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe i tha se ç'është devotshmëria. Ebu Hurejra ju përgjigje në këtë mënyrë. I tha, a ke pa në qoftë se rruga është me gur, rruga është me ndytësi, rruga është me, nëse është rruga me gjemba, si do të kishe vepruar ti me rrobat e tua? Ju përgjigj beduini duke thënë se do të isha i kujdesur shumë, do t'i mlidhja rrobat e mia, do ta tërheqja trupin tim, vetëm e vetëm që të ruhesha, që mos të bisha në diçka të tillë ose mos ta dëmtoja trupin tim. Tha, kjo është devotshmëria. Pra, besimtari musliman gjatë muajit Ramazanit duhet ta synojë devotshmërinë, me qëllimin e vetëm që mos jetë vetëm se ditë e kaluar në këtë shkollë, por ditë e kaluar në këtë shkollë me përfitime të shumta që të bëjnë dobi në këtë botë edhe në botën tjetër. Walhamdulillahi rabbil alamin.